Këtë të premte është dhënë në Bulqiz lamtumira e fundit të 15 vjeçarit që u bllakos ditë më parë në Durrës. Babai I 15 vjeçarit që u vra me thik pas një sherrri të ndodhur mes adoleshentëve disa ditë më parë në Durrës ka thënë se djali I tij nuk ka pasur asnjë konflikt. Në dëshminë e tij ai tregoi se djali nuk ka pasur asnjë lidhje pasi vetëm I ka shoqëruar shokët e tij pasi kanë thënë për t'i dërguar me makinë që të sqaroheshin me disa persona të tjerë. Gjithashtu Adem Boda u shpreh një grua e moshuar ka qenë dëshmitare okulare. Merrem me grumbullu informacion për këtë punë, kam qenë të morë me çunin nëpër spital. Po me sa kam gju, aty ka ndodhur një grua dëshmitare okulare, moshe e thyme, që mund të dije më shumë lidhje me ngjarje. Sa çuna kanë janë përfshirë në konflikt? Aty mund të ka qenë 6-7 çuna. Në fakt këto dyja palët 6 deri në 7. Ka pas Këto dyja palët 6 deri në 7. Prindrit e tij autorit tu kanë ardhur kanë ardhur, ne tha erdhën aty, thonë ata kanë bën gjaktësi e sipër, vetë bëjtje, gjona me fjalë që nuk desha t'i jap sqarim aty se s'kisha kohë, thonë kisha pranim kryesor që të bëhet çuni mirë në ata gjona të tjera lash për më mbrapa. Në deri diku me shpirtin tim apo ta bosin një marrëveshje më shpirtërore që nëse do të shfutote çunin do ta falë çfarë dhunat. Tani s'do ta falish më? Tani ndryshojnë gjonat sepse nuk e di se ende vetë nuk jemi sigurt se çfarë do ndodhë. Se kam është diçka me fjalë që mund t'ja lënë kohës. Me qofta se nesër ato vinë për ngushëllim me pi kafe, do t'i pranoni të pinë kafe? Jo, nuk do t'i pranoj. S'do I pranoni? Jo, nuk do t'i pranoj. Babai I 15 vjeçarit Adem Boda kërkon që të vendosë drejtësia, në të kundërt do ta zgjidhë vetë pasi djali I tij ka qenë I pafajshëm në këtë histori. Çfarë parashiko Kushtetuta e Shqipërisë, me që jam në Shqipëri. Përndryshe, më mirë kishim kërkuar azil me hik këtë për këtu. Sa vite ka qenë I larguar këtu? 3 vite po. Shkuam për një jetë më të mirë, fjallat ikin prej katonit, tu infrastruktura cop. Ai tha më gjejmë një jetë më të mirë ne. Të djem ka qenë jetën në shkollë? Djali më tha njonin e njoh me fytyrë, po jo si emër. Domethënë nuk kam pas kontakte me ata çuna që të njihen në lagje. Domethënë këto çuna që janë konfliktuar me çunat e mia janë pak më të spostu që s'kam pas shumë njohsi njëri me tjetrin. Vëm shkollë vëm lagje s'ka qenë. Jo, vëm shkollë. Jo, kështu si fytyrë po tha çuni, ai madhi. Sa si fytyrë jo. Jo më pas konflikte. Jo më pas konflikte gjë. Unë do të rregoj sa di, ai sa kam gju. Çuni ka qenë të shku për punë. I kanë dalë të shokët vet, I kanë thonë se hajde në çop pak, se kemi një muhabet po sqaruar me do çuna të tjerë. Edhe aty ka nis konflikti. Ndër këta, çuni ka ngel më I dëmtuar. Djali jot ka qenë taksist. Djalim e kanë thonë hajde se kemi diçka për sqaruar, ai ka pas qenë nis për të shku për punë. Dhe I ka dërguar si I ka dërguar me fjalë që të sqarohen dhe të hikten punë vet. S'ka pas lidhje me ngjarjen. S'ka pas lidhje me ngjarjen. Në bankën e shkollës, ku kishte mësuar 3 vite më parë, 15 vjeçari Erion Boda në Bulqiz u vendosën lule nga ish shokët dhe shoqet e klasës.